që në orët e parë të mëngjesit në Velipoj ka nisur një operacion i gjerë pastrimi pas prurjeve të shumta që kanë sjellë një sasi të konsiderueshme mbetjesh në Bregdet. Ekipet e shërbimeve publike të Bashkisë Shkodër dhe 3 fadroma të ndërmarrjeve të bashkisë janë angazhuar në terren duke punuar intensivisht për pastrimin e gjithë brezit ranor. Puna pritet të vazhdojë deri në rikthimin e plotë të normalitetit. Bashkia e Shkodër është sot me gjithë punonjësit e saj e angazhuar në një aksion masiv për pastrimin e gjithë sipërfaqes të rrës në plazhin e Velipojës. Me përgjegjësi të kryetarit të bashkisë, zotit Benedit Beci, sot gjithë strukturat po angazhohen me mjetet e tyre për të ndryshuar gjendjen e pastërtisë në plazhin e Velipojës. Një aksion faktikisht i mirëmenduar sot, duke përfshi një numër të konsiderueshëm punonjësish dhe mjetësh, pasi gjatë gjithë kësaj kohe është njekur me shqetësim situata e krijuar nga depozitimi i këtyre metjeve në sipërfaqen rënore të plazhit të Velipojës. Aksioni do të vijojë në ditët në vijim deri në pastrimin total të gjithë sipërfaqes rënore të plazhit të Velipojës. Sipas autoriteteve vendore, mbetjet e sjella nga prurëret janë rezultati i ndotjes së lumejve dhe përrejve në territor, çka tregon se çdo ndotje e hedhur në mjedis përfundon sërish në natyrë dhe në zonat tona turistike. Institucionet apelojnë për rritje të përgjegjësisë dhe ndërgjegjësimit, duke theksuar se mbrojtja e mjedisit fillon nga veprimet e përditshme të çdo qytetari. Bashkia e Shkodër nga ana saj do vijojë punën deri në pastrimin e plotë të zonës.